Në vijim të turit të tij elektoral, kandidati socialist për deputet në qarkun e Vlorës, Klevis Kaso, është ndalur pas ditën e së mërkurës në një takim me punonjës të sektorit të turizmit në Regina Group. Në këtë takim Kaso është shoqëruar nga drejtuesi politik i qarkut Bledi Çuçi dhe bashkëkryetaria e Partisë Socialiste për Vlorën Vilma Bello, i pranishëm dhe kreu i shoqatës së turizmit Vasil Bedinaj. Në fjalën e saj, zonja Bello, duke falenderuar pjesëmarrjen, ka vlerësuar figurën e kandidatit Klevis Kaso. Në respekt edhe të shumë të sinqert të punës që bëni, të gjitha angazhimit, edhe për këtë dua të them një falenderit shumë të sinqert, se e di që ju jeni tashmë një armat brenda një sektori kaq të rëndësishëm, jo vetëm për Regina Group, por edhe për Vlorën, por e dim që Vlora është një nga destinacionet tashmë më të mrekullueshme dhe fjala e parë ime është një falenderit për gjithë angazhimin tuaj, një falenderit e dytë për Vasilin, për atë që ke ndërtuar në një destinacion si Vlora, sepse jo e kollajt mund të ngresh një emër për të cilin pastaj të gjithë ne që jetojmë këtu, ose edhe jo vetëm, e kemi një lloj krenarie rritjen e standardeve të zhvillimit të turizmit në këtë qytet. Unë, si pjesë e Partisë Socialiste, në cilësinë edhe të bashkëkryetares së Partisë Socialiste, jam këtu sot bashkë edhe me drejtuesin politik, me Bledin, me mikun tonë shumë të mirë socialist, dhe me një mik shumë të afërt me Klevisin, i cili është një djalë vlonjat dhe realisht unë e vlerësoj për jo vetëm për energjinë që ka, por edhe për kushtimin, dedikimin, atë vullnetin e mirë për t'i çuar gjërat deri në fund. Kjo ndoshta i vjen edhe prej detajit të biznesit që e ka në thelb dhe që e ka zhvilluar edhe biznesin. Prandaj dhe Vaso thot me shumë të drejtë që është një përfaqësues shumë i mirë i biznesit, edhe në cilin ju që jeni të përfshirë në një sektor të tillë, patjetër që do të gjeni veten. Vetë kandidati Kaso është ndalur në projekte për zhvillimin e turizmit në Vlorë, ndërsa premtoi angazhim për të adresuar problematikat të cilat hasen në këtë sektor me synim për të përmirësuar kushtet e punës. Në qytetin e organizimit se duhet arrit partinë me turizmin, me Vaso kemi pritur 1000 ugoj që kanë qenë të gjithë të akomoduar të Regina Group. Po nuk kanë qenë të Regina Group të akomoduar për faktin se nuk kam mik Vasilin. Ose Regina Group ka ndërtuar dhe ka ditur të ndërtoj një model akomodimi ndryshe nga pjesa tjetër, jo e Vlorës, por një ndryshe nga gjithë Shqipëria, do të them, me mikpritjes dhe shërbimit në kohë dhe në çdo moment. Jam thënë me bindje maksimale se ne vini direkt në sektorin e turizmit, fal biznesit të familjes, e ka bërë vetëm qeveria e Tiranës. Dhe për dilemën e tim për shtetin maksimale, që këto investime që janë shtrirë që nga Mifoli edhe deri në fund të qarkut në Komisport të kenë vazhdimsi, unë do të doja shumë që të gjithë bashkë t'ja jemi në njëri mundësinë dhe mbështetjen Partisë Socialiste të Tiranës. Mjaft frydënës se ka quajtur drejtuesi politik i qarkut Blendi Çuçi takimin me punonjës të sektorit të turizmit, ndërsa theksoi se politikbërja është thelbi për punësimin afatgjatë dhe zhvillimin e mëtejshëm të cilësisë së shërbimit. Një para një mirënjohje si politikan edhe si pjesë e qeverisjes socialiste në këto 12 vjet Partisë Socialiste. Për Vason sigurisht si një nga simbolet e biznesit shqiptar, jo vetëm lënjat, për atë që ai ka arritur 100% duke u ngritur vetë dhe ka krijuar një brand që, për të thënë vërtetën, nuk lë mbrapa asnjë nga brandet që vinë të huaj në Shqipëri, që kanë eksperjenca 50 apo 100 vjeçare në përbot. Qëllimi jonë është të marrim sa më shumë vota për Partinë Socialiste. Në pozicionin
në pozicionin që unë jam si drejtues politik në qarkun e Vlorës, unë gjëja parë edhe ajo që do i kërkoja drejt për drejt edhe që në mënyrë deklarative është që gjithë grupi juaj të japi votën për Partinë Socialiste për numrin 5 që është në listën e votuesve. Të pranishmit vlerësuan takimin dhe konfirmuan mbështetje për kandidatin socialist Klevis Kaso.